Fondi për sigurim shëndetësor në bashkëpunim me Ministrinë e Transformimit Digital kanë prezantuar 4 shërbime të reja elektronike, të disponueshme përmes portalit uslugi.gov.mk. Qëllimi i këtyre shërbimeve është të eliminohet plotësisht bara administrative për qytetarët dhe kompanitë. Bëhet fjalë për shërbime që thjeshtësojnë qasjen deri tek dokumente të rëndësishme, ulin barën administrative për institucionet dhe qytetarët dhe ulin pritjen e panevojshme dhe pranin fizike në sportele. Për personat juridik, për herë të parë do t'jepet vërtetim për kontributet e paguara për sigurim shëndetësor, ndërsa për personat fizik ka 3 shërbime elektronike, vërtetim për sigurim shëndetësor, vërtetim për sigurim dhe kontribute të paguara dhe vërtetim për pagesën e rrogës gjatë ndërprerjes së përkohshme të punës. Këto shërbime janë vetëm fillimi i transformimit digjital në këtë sektor, deklaroi ministri i transformimit digital Stefan Andonovski. Proceset në një vend të vogël si Maqedonia duhet të jenë të koordinuara dhe të centralizuara, nga një vend që mund të fitojmë standard të unifikuar dhe të qasshëm për të gjithë, tha Sasho Klekovski, drejtor i Fondit Shëndetësor. Vendosja e shërbimeve në portalin Epic Uslugi është e mundësuar me lidhjen e të dhënave mes Fondit për Sigurim Shëndetësor dhe Ministrisë së Transformimit Digital. Megjithatë, ne besojmë se çelësi është te koordinimi dhe lidhja. Qëllimi ynë është që sa më shumë qytetar të jenë shfrytëzues në këto shërbime, sepse vetëm në këtë mënyrë do të kenë qasje më të lehtë dhe më efikase. Ne jemi të lidhur gjithashtu edhe me Agjencinë e Punësimit, Zyrën e Regjistrimit Civil dhe Ministrinë e Politikave Sociale, tha Sasho Klekovski, drejtori i Fondit Shëndetësor. Fondi për sigurim shëndetësor tani është e lidhur teknikisht me regjistrin qendror të popullsisë, që lejon shkarkimin automatik të dhënave përkatëse për qytetarët.